Një 41 vjeçar shqiptar është arrestuar në Itali pasi u kap duke transportuar 105 kg kokain në një makinë të marrë me qira. Droga e cila ishte fshehur në 3 çanta të mëdha, u sekuestrua nga policia italiane në zonën e Aprilias, pranë qendrës tregtare Aprilia 2. Sipas autoriteteve italiane, lënda narkotike ishte destinuar për tregun e zonës Pontina dhe kishte një vlerë prej rreth 3 milion eurosh në formën e saj të pastër, ndërsa e përzier me substanca të tjera mund të arrinte deri në 10 milion euro fitime. Policia italiane e vuri re makinën me qira, të cilën e konsideroi të dyshimt. Gjatë kontrollit, shqiptari shfaqi shenja nervozizmi, çka i shtyu efektivët të inspektonin bagazhin, ku gjetën çantat me 90 pako kokain. Për të shmangur zbulimin nga qendra antidrog, paketat ishin spërkatur me një substancë me aromë menteje dhe vajra të veçantë, por kjo nuk rezultoi efektive. 41 vjeçari ishte emër i panjohur për autoritetet italiane dhe sapo kishte mbërritur në vendim shqing, duke ngritur dyshime për përfshirjen e tij në një rrjet trafiku. Tani hetimet po fokusohen në lëvizjen e tij dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës.